Sot, Shqipëria është bërë bazë jo vetëm e parave të pista të grupeve kriminale, të cilat marrin tendera dhe leje ndërtimi për t'i përdorur më pas si lavatriçe, por ajo është edhe baza e të ashtu quajturave call centers, me anë të cilave mashtrojnë qytetarët evropian me vlera qindra milion euro. E gjitha kjo ndodh në hundën apo e thënë trosh zheshkoqur me bekimin e institucioneve të shtetit tonë, ku më kryesorët janë Agjencia e Inteligjencës Financiare, Policia e Shtetit dhe Shërbimi Informativ Shtetëror. Për miratimin e një licence bankare, Banka Qendrore për të certifikuar reputacionin dhe pastërtinë e figurës së aksionarëve të bankës aplikuese, komunikon pikërisht me Agjencinë e Inteligjencës Financiare dhe Shërbimin Informativ Shtetëror. Të dyja këto institucione në varësi të Këshillit Ministrave dhe të Kryeministrisë. Prandaj sot unë kisha kërkuar në interpelancë Edi Ramën dhe jo Eriona Ismailin. Unë e kuptoj që zonja Ismaili pas ka marrë përsipër detyrën e vështirë sot për të mbrojtur bankën e Edi Ramës. Pasi as ministri i Financave nuk ka si ta marrë përsipër këtë përgjegjësi, zëvendës kryeministri ajo, po as ministri e Ekonomisë mbase edhe për arsye private dihet që nuk mund ta marrë. Nëse kushdo në këtë sallë apo dhe qeveri do të bënte një kërkim të thjeshtë në internet se cilat janë problematikat e ngritura nga autoritetet mbikëqyrëse europiane për bankat digjitale, si N26, Revolut, Starling Bank e tjerë, do të konstatonte se autoritetet monitoruese në Evropë, si Banka Qendrore, Autoriteti Bankar Evropian, kanë ngritur disa shqetësime kyçe për bankat digjitale, neobanks dhe sektorin financiar që po digitalizohet me shpejtësi për vitet 2025 dhe 2026. Këto shqetësime kryesore konsistojnë në disa pika, kryesisht në pastrimin e parave, sigurinë kibernetike, stabilitetin financiar dhe likuiditetin. Për të gjitha sa thash më sipër, kam kërkuar këtë interpelancë duke i drejtuar pyetjet e mëposhtme kryeministrit. 1. A ka dieni kryeministri Edi Rama për lidhjet e dokumentuara nga autoritetet rregullatore gjermane, britanike, spanjolle dhe estoneze të shtetasit Oliver Hemer, drejtor i shoqërisë Constador Ltd, aksioner me 71.52% i Jet Bank, me skemën mashtruese 4XFX dhe rjetin e Gal Barakut, të dënuar në Austri për mashtrim me dëm financiar në vlerën mbi 200 milion euro.